ku hjek pragu zgjedhor, ose po su po pragu 1, ose 2%. Ti do kesh zgjedhje këtu, ne kam thonë dhe prapo përcis, as 2021 Albin Kurti s'ka pas 51%. Ja kriun, do të thotë, ta, ishte klima që mos me lonë me provu, sepse 51% është vetëm atër kur e përkthehet në vota, në deputet, vota në parlament, deputet. Por nyshit ato i ke, do thotë, si 55 deputet, si 42, si 48, si 50, do thotë, i pare relativ, si që kem sharu në gjykim. Për mos me ndodhë këto ngërqe, do të me u hjek pragu, me u bo loja me ma shumë aktorë. Mu je kretë pragu. Me këtë sistem zgjedhor. A jeni sigur se se komplikon më tutje këtë arkitekturë? Asnjëherë. Unë jemi bindën që... Shtohen pazarët, nuk po merren vesh edhe me këta, zotë Asani, dikush do ju thashtë. Ja, vinë forca të reja për shembull, vinë edhe individ. Edhe individ privat mundën me kandidu plot për shembull. Shoqata, domethënë i japet një mundësi dhe kuvendi bëhet më divers. Shumë magaruese dhe shumë ngërqit do thotë masanej, unë jemi bindën i takon historisë. Se s'morësh s'ka kush që mundet masanej me i kontrolu me i majtë si tush në një... Kjo ka qenë një nga kërkesat e nisma sa kemi kuptu tash për të Pa marë parasysh, unë po e them se s'kam nëj ma betë bilis, ma i menë kur jem takun me zotin Limaj. Por unë po them këte, sepse unë kam thonë, në 2021 në mendimit, edhe vazhdimisht e kam thonë, këtu gabim po interpreto, sepse me qenë si po dojni me abstrahu, jo shqiptarët krejt, edhe me numru vetëm me elektorat që është gabimi fatal për të ardhmen e Kosovës, që është katastrofë, shumë gabimi madhësht. Shumë gabimi madhësht, mos me shti dinamikat edhe gjitha bashkësit që në të barabarët, do të thotë, gjithë shtetasit e Kosovës. është gabim sepse ato e legjitimojnë kërkesat e keni paju, zona Bale Lypi komun, këtë legjitime. Sepse ishe dy parë tjera, dy parë shqiptare, thotë edhe ne, kësë sa ma shumë do thotë i acarën, pa logarit do thotë elementin sërb që është tjetër temë, do thotë që është pak... Po, kategoria dhe kushetuse ndryshe. Shama komplikume. Do thotë, këto me qenë si kjo është kështu, atëherë do me qelë derë vete. Mirë, qeveria tranzicionale erdhi si përgjigje e një kërkese që vetëvendosja i bëri, apo Albin Kurti i bëri LDK-s për një koalicion. Ishte shumë e qartë letra në kuptimin e dëshirës që shpretet që të kishte një koalicion me LDK. Po këtë si e pat jo, pas 3 muajsh për plasjes ngërqës që kemi e të vazhdojnë. Tash është problem me politikisht me vlerësut, do thotë. Unë çdo propozim që është për rrugë edhe i PDK-s edhe AKS prapë i përse ato që do të mira sepse do të thotë gjende dikun diçka ka me unar, ka mu kryu një... Po dhe propozimi i vetëvendosjes se kishte të paktën në të shkruar këtë qëllim, që mos shkojmë në zgjedhje sepse kjo rezultatet na detyroj prapë të shkojmë me njëri tjetrin, të bëhemi me njëri tjetrin bashkë në koalicion. Aty të shqit do thotë është pak problem, me shku në zgjedhje krijon dinamika tjera politike. Dinamika tjera politike do thotë që ne vetëm mund të hamensojmë sot për sot, por është shtirë me projektue, ashtë të shumë shtirë. Por, për që i rezultati plus minus është të netë, asë një dyshim nuk e kam. Përveç nëse ndryshon, do thotë pragu zgjedhor, hapën në horizonte, votuesi, shumë njerëz kishën më orientu, do thotë në këso parti, në vagla që për shamë, këta që kanë konkuru, jam i bindur sot të kishë pas kush edhe 2-3 subjekt minimumi, ka 3-4 deputetve. Por kjo të ndodhë do të konstituohet kuvendi fillimisht në mënyrë që të ndryshot pragu, aja është e qartë? Pa tjetër, tjetë funksioni legislativ së nështrohet. Asë një funksioni kuvendit, vetëm deputet kanë, si kur e kemë thonë 2014, jo dine ata që kanë pru Gjavit Halit dhe 28 deputet, që ashtu quhet rasti, këti aktgjykimi, do thotë, kanë qenë vetëm e kanë thonë betimin, kanë qenë kuvendi pa i konstituum. Në se disorin kam dëgju, së është ashtu, kanë qenë sikur sot që këta deputet, njët barabartë edhe atërë dhe sot, mund të ngrisin çështjet. Mirë, blokoda kryesore, paktën nga optika e opozitës është fakti që vetëvendosja po insiston një kandidate që dështoj shumë herë tashme. Pra, një ironike papa u zgjallë sot, ndërkohë që nuk po votohet kandidatja e vetëvendosjes. A du të rimendohet, tash po dua një mendim për te juridikës, pra dhe politik, a du të rimendohet edhe nga partia fituse propozimin një emri tjetër që të zhbllokohet, apo mos zhbllokimi tregon edhe qëllime tjera të zvarritjes për shkak se nuk i ka numrat të saj për qeveri. Ato e në vlerësime, pra po thënë vlerësime politike që unë nuk mund të
shprehi, se s'është puna ime. Ajo çfarë unë mund të them është që deputetët nuk janë sikur puna gjyqtarëve që duhet me arsyetu votën. Deputetët ata gabojnë, unë mendoj s'ka nevojë fare me thonë kvalifikime për kërkën. Po dhe me thonë ajo është politik. Po do ta kanë përgjegjësi zoti Asani. Po, besoj voton. Pse s'ta japi votën? Është diskrecioni me arshimit ti, ty s'të intereson fare, do thotë, s'ka, kërkush s'u detyron, siç po ja thoj, njëra polë thotë, keni detyrim me votu, tjetër kështu, do thotë, ajo është votë e lirë, edhe s'ka nevojë, për që ato është politike, do thotë, se e votën edhe kry muhabetit, do thotë. Kvalifikimet ato, masanej, sepse nuk është mirë, më parem, as sot, as kalumen, as tarmen, sepse, pra po dhe kanë mu detyru këta me bo qeverin, dikush për këtyne. Edhe masanej... Do të lëshoj pa dikush. Dikush, pas se ndryshë nuk shkon, se shkon, nuk ka hapsin për manevrim me këtë rezultat, me këtë qysh është. Pra po e përsëris. Elementi, ne i thojmë në teoritë marrëdhënieve që se ti je marrëdhënie ndërkombëtare, kur të ndërmjetësimi është to enlarge the pie, thojnë, me rrit pitën. Do thotë për me i pajtu palë. Hjekja pragut e rrit pitën, fut ma shumë akter, edhe ekstensionon situatë dhe kërën hapësirë shumë më të mirë për me mos me pas ngërç. Po, rritja e pitës, nëse marrim si shembull, në base dikush e sheh që pitën të vetme, si në një tepsi. Po mirë e sheti një tepsi, por është problem me besu edhe vetë që takon krejt ty. Nuk takon, do të me ditë gjithkush. Jo është politik. Pra, nëse shohim, nuk është hera parë që ka ngërçe e blokadash politike, por kjo çfarë tregon tash nëse bëjmë një reflektim pak më gjerë për kulturën e kompromisit. Se vetëvendosja për një kohë gjatë, edhe sa ishte në opozit, e ka refuzuar këtë idenë e kompromisit. Nuk është se në qeverisin e saj nuk ishte kompromise me shumë çka, por tash kur shohim në procesin e formimit pra të institucioneve, nganjëherë duket që nuk ka dëshirë të futet në kompromise dhe politikisht ta përdor pastaj për rritje apo nuk e di se çfarë ka në plan. Çka tregon kjo përgjithsisht për kulturën e kompromisit? Thamë ose në këtë rast edhe opozitorët shpeshherë kritikojnë që mirë, zhbllokojeni këtë, fundja votojeni KD kandidat sepse ju pastaj hyni në afate kushtetuese dhe nëse jeni të bashkuar mund ta merrni edhe qeverinë. Pse ekziston ky barikadim prej dy anëve kjo? Shiko, unë mendoj faktori kryesor është implementimi detyrimeve të ohrit që i ka marrë qeveria Kurti. Gjitha palët e kanë atë, do të thotë, sikur hije që i njek, mas shumë të zotin Kurti të vëdhën, por dhe këta tjerë dhe ajo është në hije, ajo që stuhet, do të thotë, dhe në përveç a kësë kërkush tjetër se ka përmehen asë në zgjedhja, në fakt ajo është mbi bazën e kësaj pastaj ka edhe nuk ka gatishmëri për çfarë do lloj kompromisi, por për kompromis një lloj caktuar gjithë e kalkulojnë sepse kanë fut dialogun, siç kanë qenë edhe më herët, do të thotë në cost-benefit analizën e partive politike për zgjedhjet e ardhshme. Këtu akoma pa u certifikuar është folë për zgjedhjet, dini?